Trajneri i Vllaznisë Elion Kuka. Kupa e Shqipërisë, një masivitet për të patë zëri ndoshta nga shumë sporte, edhe këtë radhë, këtë aktivitet të radhës shkollës. Po është vërtet, si çdo vit tashmë në mbylljet vitit ne organizojmë Kupën e Shqipërisë ku marrin pjesë të gjitha ekipet shqiptare. Nga ekipi Vllaznisë kemi 70 sportistë, kryesisht kategorinë e moshave të vogla. Kemi duke bërë paraqitje të mirë, sidoqoftë na kena shumë që janë edhe për herë të parë për të marrë eksperjencat e tyre dhe urojmë që të paktën me moshat e vogla me arritë edhe rezultate shumë të mira duke pretenduar dhe titullin kampion. Kuka, po mbyllet viti 2025, jeni kënaqur me atë çfarë ka arritur Vllaznia të këndosë gjatë këtij viti? Në fakt pritshmëritë tona e kemi pas shumë të mëdha në fillim të vitit, duke pas parasysh që kemi pas edhe mbështetje nga Bashkia Shkodër, jo atë mbështetjen që realisht na nevojitet, por që urojmë për vitin 2026 me mbështetje edhe më të madhe, besojmë që edhe rezultatet do të vinë në vazhdimsi. Atëherë, na kena disa të ri dhe të reja që po japin rezultate shumë të mira në arena ndërkombëtare. Nga ato kemi Meni Dameta, kemi Edrit Çoka dhe disa të tjerë të rinj që janë në hapat e mirë të tyre. Dhe çfarë presim nga viti 2026? Keni pritshmëri më të mëdha? Patjetër, ne jemi duke u stërvit shumë për rezultate medalje europiane dhe uroj që ata të vinë sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit juve nderuar.